Nuk do bëj asnjë veprim tjetër pa zgjidhur çështjen e tërmetit. Përshëndetje të gjithëve, ndodhem në lagjen Zimzeneli në Kruj. Aty ku e shikoni në të gjitha anët janë ndërtuar apartamentet e tërmetit, një tërmet që fakt goditi Shqipërinë në 26 nëntor e vitit 2019, Kruja një nga qytetet më gjunjëzuara nga tërmeti nëntorit 2019, një proces rindërtimi që ka ecur, por nga ana tjetër banorët e Krujës sot e kësaj dite nuk marrin apartamentet e tyre. Kjo është shumë e rëndë, është denoncimi disa që unë kam bërë, jo vetëm këtu nga terreni në Kruj, por edhe në studio televizive. Është shumë e çuditshme se si ka mundësi gjithë apartamente që janë ndërtuar, askush nuk është brenda, ka mbaruar apartamenti dhe këto janë bosh. Me atë që më thonë banorët që sot dergjen rrugëve të Krujës dhe jetojnë akoma me qera, është që kryeministri Rama ka ardhur një herë këtu, ka bërë një show, ka bërë një video, ja u ka dhënë fillimisht çelësat e apartamenteve atyre dhe më vonë kur ka mbaruar regjia, ai ja ka marrë çelësat mbrapsh dhe ata sot e kësaj dite nuk janë nëpër këto shtëpia. Të gjitha pallatet që janë këtu nuk janë dhënë banorëve. Disa kanë 3 vite, disa kanë 2 vite që i paguajnë qeran me paratë veta, pra nuk marrin atë që quhet bonusi i qeras. Është emergjencë. Prandaj zotimi ynë kryesor është që brenda vitit të parë do t'i lajmë hesapet me tërmetin. Nuk ka se si të mos japim çelësat të banorëve, sepse e para këto pallate nuk janë bërë me paratë e Edi Ramës, janë bërë me paratë e taksapaguesve europian, jo vetëm europian, po edhe botror, kanë marrë 1.3 miliard euro. Tani me sa informacione që kemi neve, këtu për llogaritet nga 50 deri në 80 banesa që janë mangut. Nuk janë llogaritur mirë ose janë bërë ndarje sipas interesave personal dhe partijak. Janë dhënë shtëpia për shembull atyre që kanë pasur shtëpia dhe nuk kanë pasur probleme me tërmetin dhe nuk janë llogaritur atyre që janë prishur shtëpiat. A mos ndoshta kemi këtu të bëjmë me një hetim të spakut dhe ai që kolaudon dorëzimin e banesave nuk ka firmosur, ndërkohë ne sigurisht do ta kemi prioritet kryesor çështjen e banesave të tërmetit. Nuk do bëj asnjë veprim tjetër pa zgjidhur çështjen e tërmetit. Një mjek para disa ditësh më tha që mosha e tretë ka probleme shumë të mëdha në këto momente që flasim, për arsye se ata e para i është prishur shtëpia, e dyta kanë ndruar ambientin dhe jetojnë me qera, dhe nga vetmia që kanë pasur dhe nga mos ambientimi me shtëpinë që jetojnë me qera, i kanë ndodhur infarkte, paraliza dhe tromboza. Madje i kanë gjetur fëmijët edhe 3 ditë me vonesë. Kruja, pra një qytet totalisht i shpopulluar, vuan sot edhe dramën më të madhe që ka ndodhur me tërmetet. Po jo vetëm në Kruj, 15 familje në Fushkruj tek Pallati i Beqarëve kanë të njëjtën dramë, po ashtu në Manës, po ashtu në Durrës, me qindra e qindra familje nuk kanë sot një përgjigje se pse nuk i marrin apartamentet.